Gjakmarrja për një krim të ndodhur në vitin 2017 dyshohet të jetë shkaku i vrasjes së Aleksandr Koçekut në fshatin Lin, një natë më parë teksa ai po lëvizte përgjatë rrugës Kir-Prekal. Policia mori njoftim nga një banor i zonës i cili pa mjetin që kishte humbur drejtimin e ndërsa ku afrua, vuri re shenjat e dukshme të plumbave nga Kallashnikovi dhe trupin e pajet brenda makinës. Grupi hetimor, nga këshyrja paraprake, provoi se ndaj Koçekut ishte zënë një prit nga persona ende të pa identifikuar që kishin ndjeni për lëvizjet e viktimës. Mësohet se autorët janë informuar për çdo lëvizje të tij derisa kanë gjetur një hapësirë të përshtatshme për të kryer ekzekutimin. Nisur nga zona thellë malore, ku mungojnë dhe kamerat e sigurisë, policia po punon me tabulate telefonik që besohet se do t'i vinë në ndihmë hetuesve për zbardhjen e autorëve të ngjarjes. Policia ka shkuar sërish në vendin e ngjarjes në zonën e Dukaxhinit, ku do të marrë në pyetje familjarët e Aleksandr Koçekut, lidhur me ngjarjen e ndodhur në vitin 2017. Në atë kohë, vëllai i viktimës, Artan Koçeku, qelloi Anxhelin Shkambin me 10 plumba, pasi e kishte thirrur në një takim. Sipas dosjes hetimore të asaj kohe, konflikti lidhej me një borxh prej 40.000 eurosh, por edhe me një çështje nderi, pasi viktima kishte pasur një lidhje me motrën e vëllezërve Koçeku. Hetimet po përshëndron tek familjarët e viktimës së vitit 2017, Anxhelin Shkambi, ku sipas burimeve të besueshme disa prej tyre jetojnë në shtetin anglez. Aleksandr Koçeku nuk është njeri i panjohur për policinë e Shkodrës. Burimi konfidencial mësojnë se ai ka qenë i dyshuar edhe për 2 raste sulmi ndaj punonjësve të policisë së shtetit, një herë me armë dhe një herë me tritol. Aktiviteti i tij dyshohet të ketë qenë kultivimi i kanabis sativës në zonën e Dukaxhinit.